Blu Televizion në Gjirokastër, në ditët e fundit të vitit 2025, stafi Blu Televizion sjell pranë dhe atmosferën e festave dhe urimin nga qyteti Gurd, në një atmosferë festive të krijuar nga Bashkia e Qytetit, aty ku nuk mungonin dhe për çdo natë koncertet festive. Zona muzeale e qytetit, apo dhe siç njihet ndryshe qafa e pazarit, një nga ambientet më shumë të vizituara nga qytetar apo turistë huaj, duke shijuar atmosferën e krijuar në qytetin e Gurd. Gjirokastra mbetet një nga destinacionet e kërkuara nga vendasit, por dhe turistët e huaj edhe për festat e fundvitit. Atmosfera e krijuar në qytet dhe kryesisht në zonën e pazarit të vjetër është edhe ajo më shumë e kërkuara. Turistë shumë të cilët kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë në qytetin e Gjirokastrës, ndërsa atmosfera është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Zbukurimet e festave të fundvitit janë pothuajse në çdo cep të zonës vjetër Gjirokastrës, por edhe në gjithë qytetin. Ndërkohë që kësaj atmosferën ka munguar edhe stafi Blu Televizion, i cili ka zgjedhur që në fundjavë ta kalojë pikërisht në qytetin e Gjirokastrës, në një pritje fantastike të ofruar pikërisht nga këta të fundit, në një atmosferë festive, në një ditë ku padyshim gjithçka është ndryshe dhe padyshim ajo që mund të themi është gëzuar festat, edhe nga stafi Blu Televizion. E natyrisht, mes kësaj atmosfere, stafi Blu Televizion ka përcjell dhe urimin nga qyteti i Gjirokastrës për festa të gëzuara dhe një vit të mbar. Ka ardhur në Gjirokastër për një staf retreat, për një grumullim në fund të vitit, është një mbledhje informale për të diskutuar për sezonin e ri janar korrik 2026. Pra, jemi mbledhur për të pushuar, për të argëtuar, po ndërkohë për të hedhur dhe ide, dhe Gjirokastra ishte vendi ideal për ta bërë një gjë të tillë, sepse të ofron përveç bareve, restoranteve, atraksioneve turistike, kalas, shtëpisë Kadares, sokaqeve të saj për të vizituar dhe vende të cilat ke mundësi të mblidhesh në mënyrë formale dhe të diskutosh gjëra për punën. Në sezonin e ardhshëm ne kemi disa ide të cilët teleshikuesit e Blues do t'i shikojnë të shpalosura gjatë sezonit janar korrik 2026. Nuk do të flas më shumë për to, janë kryesisht në podcaste të ndryshme, ndërkohë dhe emisione në terren dhe në natyrë. Një emision që jemi duke punuar për 2026 është dhe emisioni i bujqësisë dhe mendojmë domethënë që do jemi gjatë këtij viti më afër teleshikuesve tanë, banorëve të gjithë zonave në cilat ne shihemi, kryesisht të Shqipërisë së Jugut dhe më pranë të gjithë operatorëve turistik dhe stabilimente turistike. Të gjithë jemi të kënaqur nga ky takim dhe mendojmë që ta bëjmë më shpesh, por Gjirokastra ishte vendi ideal. Gëzuar festat nga Blu Televizion, qoftë ky vit i ri, një vit plot me krijimtari dhe histori të bukura që ja vlen të tregohen. Jam krenare që ndaj me ju këtë rrugëtim dhe pres që 2026 të sjellë projekte dhe sfida që na frymëzojnë. Gëzuar festat nga Blu Televizion nga unë Viola Murati. Ju falenderoj për bashkëpunimin dhe suportin gjithë këtë 2025. Ju uroj shumë arsye për të buzëqeshur së bashku, për të triumfuar në fitoret morale të gjithë së bashku dhe shumë shëndet dhe mbarësi në familjet tuaj. Jemi këtu në qytetin e Gurd të Gjirokastrës, kemi ardhur si stafi televizionit të Blu nga qyteti i Vlorës, ku më mirë mund ta preknim emocionin dhe atmosferën e festave të fundvitit, atë që ne përcjellim çdo ditë në programin e televizionit të Blu nga Vlora. Këtu mund ta gjesh në të gjithë gurët e sokakëve të qytetit të Gjirokastrës, ku ndihet gjërësisht atmosfera, fëmijët që gëzojnë çdo ditë mbrëmjet këtu në Gjirokastër janë të ndezura pikërisht me aromën dhe ngrohtësinë e festave të fundvitit, Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Sigurisht Blu Televizion ka një bashkëpunim të gjerë me qytetin e Gjirokastrës, ku në të gjitha edicionet informative ne përcjellim zhvillimet më të fundit nga ky qytet i Gurd. E sigurisht që erdhëm për t'i prekur nga afër emocionet e siç thash, aromën e festave dhe ngrohtësinë e tyre në këtë fundvit të 2025
për të pritur 2026 me një bashkëpunim më të gjerë si televizion mes qytetit të Vlorës edhe atij të Gjirokastrës, gëzuar nga Gjirokastra nga Blu Televizion. Gjirokastra në atmosferën e festave, në një ambient ndryshe krijuar dhe nga Bashkia e Qytetit, ku festa nuk ka munguar për çdo ditë, e pjesë e këtyre festimeve është bërë dhe stafi i Blu Televizion.